Siç e dini, Civil Qendra për Liri e zbaton monitorimin gjithëpërfshirës afatgjatë të zgjedhjeve presidenciale si dhe ato parlamentare. Do të thotë vëmendje veçante në monitorimin i kushtohet, siç e dini, sot në ditën e zgjedhjeve parregullësive zgjedhore, të cilat i kemi në disa kategori dhe e kemi edhe thirrjen tonë në faqen në web faqen Zgjedhje të Lira. Do të thotë sot do t'i monitorojmë zgjedhjet me 51 vëzhgues të akredituar nëpër gjithë vendin. Për momentin, edhe pse është preskonferenca e parë, sot do të kemi 4 preskonferenca, gjithësisht konferenca për shtyp, sot tani për momentin është e para, e dyta do të jetë në ora 2:30, 14:30, e treta do të jetë në ora 17 dhe e katërta do të jetë në ora 21, do të thotë pas numërimit të votave. Për momentin, deri tani, nga tereni neve na kanë arritur menduam se do të jetë pak më e qetë situata, edhe pse është e qetë në teren, nëpër vend votime. Do të filloj me një, siç e dini, dje kanë votuar personat në burg, do të thotë personat e burgosur, personat e palëvizshëm dhe ata që janë që e kanë të pamundsuar daljen nga shtëpit, të sëmurët. Dhe kemi një rast në Kumanov ku nga Komisioni Zgjedhor Administrata nuk kanë ardhur deri te shtëpia, deri aty ku jeton personi i pamundur që ta ushtrojë të drejtën e tij të votës. Dhe kjo është një shkelje të drejtës votuese dhe apelojmë për këtë që mos ndodh tjetër herë, edhe pse ka ndodhur. Me siguri, unë besoj që ka edhe në tjera vende, po deri tek ne për momentin ka arritur vetëm kjo, nga kjo kategori. Siç e dim edhe e shohim, po ne edhe kemi edhe raportime, është regjistruar shkelje heshtjes zgjedhore në gjithë vendin gjatë ditës së djeshme, por edhe sot. Nga informatat nga tereni, nga vëzhguesit ton, kemi rreth 30 raportime nga tereni, nga vëzhguesit dhe 2 raportime deri tani nga qytetarë, të cilët vetë janë paraqitur në organizatën tonë. Për momentin ka edhe tjera raportime, mirë po ato po verifikohen, siç dihet ne duhet njerë t'i verifikojmë edhe në teren, po mandej t'i rregullojmë në organizatën tonë dhe më vonë t'i paraqesim para publikut. Tani do t'i tregoj ato thyerjet kryesore ose parregullësitë kryesore që janë paraqitur deri tani. Ato ishin rreth 30, thyerje heshtje zgjedhore, ka pasur një rast i regjistruar, është raportuar një rast për korrupsion zgjedhor, gjithsesi blerje votash, për personin në Kumanov treguam, siç ishte edhe në të kaluarën, edhe këtë herë ka probleme me pajisjet e gjurmëve të gishtërinjve ose aparatet e fingerprintit. Siç dim, nëse nuk funksionon aparati i fingerprintit, atëherë ata duhet ta bëjnë Komisioni Zgjedhor, që është antarët e Komisionit Zgjedhor, duhet ta bëjnë gjurmët e gishtave në ndryshe. Ka pasur një raportim nga se organe zgjedhore, do të thotë nga Komisioni Zgjedhor në vend votim, e ka lexuar ose ja ka kërkuar numrin am të letër njoftimit të vëzhguesit tonë, dhe kjo nuk guxon të ndodhë. Sepse ata mund ta legjitimojnë, edhe është e drejta e tyre, edhe është e drejtë ta legjitimojnë në çdo mënyrë, por duhet ja kërkojnë numrin e letër njoftimit e jo numrin am. Dhe kjo do të paraqitet edhe në organizatat tjera të jashtme si shkelje. Kemi raportim për vëzhgues partijak të cilët ndërhyjnë në punën e administratës zgjedhore, do të thotë në Komisionin Zgjedhor, të cilët janë të vendosur në përvend votime. Dhe kjo është një parregullsi e cila vjen nga vetë partit, do të thotë vëzhgues partijak. Kemi aktivist partijak të cilët i legjitimojnë
votuesit para hyrjes në vend votime, do të thotë ja u kërkojnë letër njoftimet dhe pastaj i lëshojnë të hyjnë në vend votime. Edhe atë disa raste kemi të raportuara me këtë. Kemi edhe një rast të raportuar ku një antar i komisionit zgjedhore është zavendësuar nga vëzhgues partijak dhe i regjistron votuesit. Nuk kemi çka të shtojmë këtu, veç se është shkelje dhe kjo do të hyjë në raportin ton përfundimtar. Kemi edhe një raport shqetësues për një thirrje nacionaliste në qendër të Shkupit, si dhe një agjitim për, do të thotë, një votues ka agjituar veç me kur ka dalë nga vend votimi. Thirrja nacionaliste do të jetë posaçërisht e regjistruar dhe e verifikuar edhe disa herë dhe do të jetë e raportuar edhe në raportin ton përfundimtar. Për momentin, këto janë raportet më të rëndësishme, mundem të tregoj edhe lokacionet, Shkup, Shtip, Pohër, Kërçov, Strug dhe në disa komuna më tjera të Shkupit. Për momentin këto janë raportimet e tona nga tereni, do të shifemi veç më në ora 14:30 me pres konferencën e dytë. Civili ju dëshiron të gjithë qytetarëve dhe qytetarëve një ditë të qetë, demokratike, të zgjedhjeve dhe të pushoni pak sot se si që dim është sot ditë jo pune. Ju faleminderit për vëmendjen.